Disa vatra zjarri vijojnë të jenë aktive në zonat të ndryshme të vendit duke shkaktuar dëme në sipërfaqe pyjore dhe ullishte. Situata paraqitet problematike në Puk, ku masivi i tërbunit digjet prej 3 ditësh, ndërsa vatra të tjera janë shfaqur në Vlorë dhe Cerrik. Era dhe terreni i vështirë po komplikojnë ndërhyrjen e zjarfikësve, ndërsa në disa prej zonave flakët po përhapen me shpejtësi. Situata më e vështirë paraqitet në masivin pyjor të tërbunit në Puk, ku zjarri vijon prej 3 ditësh. Flakët të favorizuara nga era kanë zgjeruar perimetrin dhe tashmë kanë arritur në zonat e larta të mbuluara me pisha. 10 hektar me shkurre raportohet se janë djegur deri tani, ndërsa përhapja e zjarrit në pyll rrezikon të shtojë ndjeshëm dëmet në masivin pyjor. Në terren po punojnë zjarfikësit e Pukës dhe punonjës të shërbimit pyjor. Terreni malor e bën të pamundur afrimin e automjeteve zjarfikëse në disa prej vatrave, duke detyruar forcat të ndërhyjnë me mjete rrethanore. Në zonat ku automjetet kanë mundur të afrohen, po punohet për të penguar zgjerimin e perimetrit të zjarrit. Sipas autoriteteve lokale, në afërsi të vatrave nuk ka banesa apo objekte të tjera infrastrukturore të rrezikuara. Një tjetër vatër aktive është regjistruar në fshatin Trevllazër në Novosel të Vlorës, ku flakët kanë përfshirë një sipërfaqe me ullinj. Forcat zjarfikëse ndodhen në terren dhe po punojnë fillimisht për izolimin e perimetrit dhe më pas për shuarjen e plotë të vatrave. Edhe në këtë zonë era po favorizon përhapjen e flakëve në Pemtari. Trevllazëri njihet për sipërfaqet e tij me ullinj, përfshirë ullinj shekullor, ndërsa edhe më herët në zonë janë regjistruar zjarre në ullishte. Zjarre të përsëritura janë regjistruar këtë verë edhe në territorin e bashkisë Cerrik. Mesditën e së dielës një vatër e re është shfaqur në lagjen numër 1 të qytetit, ku një sipërfaqe e konsiderueshme me ullinj është përfshirë nga flakët. Zjarri është konstatuar rreth orës 12:45 për shkak të përmasave të vatrës dhe afërsisë së saj me zonën e banuar. Në terren janë angazhuar forca dhe mjete të shumta të shërbimit zjarfikës të bashkisë Cerrik. Pranë parcelës së përfshirë nga zjarri do dhe banesa, ndaj ndërhyrja është përqendruar edhe në pengimin e përhapjes së flakëve drejt tyre. Temperaturat e larta dhe kushtet atmosferike favorizojnë përhapjen e zjarrit, ndërsa zjarfikësit vijojnë punën dhe monitorimin e zonës për të mbajtur vatrën larg banesave dhe sipërfaqeve të tjera me bimësi.